Excellencies, distinguished colleagues. Tirana mirëpriti edhe një tjetër summit të rëndësishëm. Në kryeqytetin shqiptar organizua takimi i ministrave të jashtëm në kuadër të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore SECP. Fokusi ishte tek rruga e integrimit për në Unionin Evropian nga vendet aspiruese të Evropës Juglindore. Në këtë summit, Kosovën e përfaqësoi ministre e jashtme në detyrë Donika Gërvalla, e cila përmes një postimi në rrjetin social Facebook tha se Kosova është e palëkundur për integrimin euroatlantik, ndërsa ngriti disa shqetësime për rolin destabilizues të Serbisë në rajon. Sulmi i 24 shtatorit në Banjsk, i kryer nga një grup paramilitar i organizuar, financuar dhe trajnuar nga shteti serb, përbën akt të hapur agresioni ndaj Republikës së Kosovës dhe kërcënim serioz për paqen në rajon. Po ashtu, sulmi i fundit në kanalin Iber Lepens përbën goditje të rëndë ndaj infrastrukturës kritike të vendit. Ministri i jashtëm i Shqipërisë Igli Hasani para homologëve tha se bashkëpunimi rajonal është përmirësuar dukshëm në vitet e fundit. Këtu e kemi zërin të gjithë të barabartë ku vizioni ynë për rajonin merr formë. Në fakt, gjatë viteve të fundit të bashkëpunimi jonë është bërë më strategjik dhe më i harmonizuar me politikat e BE-s, përfshirë planin ekonomik të investimeve dhe agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria ka qenë anëtare e përkushtuar e këtij procesi. Tutje, shefi i diplomacisë shqiptare shtoi se janë duke bërë gjithçka që përpara fundit të kësaj dekade të anëtarësojnë Shqipërinë në familjen e madhe evropiane. Synimi ynë është ambicioz, por unë mendoj edhe i arritshëm për të hapur të gjithë grup kapituj deri në fund të këtij viti dhe të përmbyllim negociatat deri në fund të vitit 2027. Po punojmë me vendosmëri për ta bërë Shqipërinë gati për anëtarësim të plotë në BE përpara fundit të kësaj dekade. Procesi i bashkëpunimit në Evropën Juglindore është një forum i rëndësishëm politik që synon dialogun dhe bashkëpunimin në Evropën Juglindore, i cili përmbyll një vit të suksesshëm të presidentës shqiptare në motën "Formosojmë të ardhmen tonë evropiane".